Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Integrimi në Bashkimin Evropian konsiderohet si prioriteti kryesor për kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë shqiptare, duke komunikuar në dritaren online me shqiptarët. Kryeministri e konsideron 11 majin një datë rëndësishme për të ardhmen e vendit. Dropulli përfshihet në zonat ku do të ndërtohen parqe eolike për prodhimin e energjisë elektrike nga fuqia e erës. Këtë të njëjtë Këshilli Bashkiak i Dropullit i ka hapur rrugën ndërtimit të parkut energjetik eolik Dropull End, projekt i cili është hedhur sot në konsultim publik dhe do të bëjë të mundur prodhimin e energjisë nga era dhe furnizimit me energji elektrike për këtë zonë. Transformimi që ka njohur Tepelena në këto vite, po kthen banorët e saj të investojnë në agroturizëm. Sot do të sjellim historinë e Kastriot Qëndros, i cili rikthehet në vendlindjen e tij duke investuar në sektorin e hotelerisë. Kështjella e Argjiros është kthyer tashmë në një atraksion turistik për çdo vizitor që vjen në Gjirokastër. Turistët që shikojnë objektet historike që ndodhen brenda kalas nuk largohen pa shkrepur edhe fotografi për të patur disa kujtime nga qëndrimi në qytetin e Gurt. Ju njohim tani më gjerësisht, integrimi në Bashkimin Evropian konsiderohet si prioritet kryesor për kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë shqiptare, duke komunikuar në dritaren online me shqiptarët. Kryeministri e konsideron 11 majin datë rëndësishme për të ardhmen e vendit. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur pyetjeve të ndryshme në dritaren e tij të komunikimit online sy më sy, por prioritet kryesor për të dhe qeverinë që drejton mbetet antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2027. Fitoria i duhet Shqipërisë në 11 maj. I duhet Shqipërisë më shumë se të gjitha partive, sepse në 11 maj është një votë gjeopolitike. Futja jonë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Ai thot se Shqipëria nuk mundet të konsiderohet si një vend i dorës së tretë dhe qytetarët shqiptar meritojnë të jenë pjesë e familjes të cilës i përkasin. I duhet Shqipërisë pasaport evropiane, se në momentin që futen në Bashkimin Evropian, kemi dhe një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian. Me futjen në Bashkimin Evropian është viti më shumë se 1 miliard, çdo vit. Kemi marrë më pak se 200 milionë euro në mbështetje për bujqësinë në Bashkimin Evropian gjithë këto vite. 300 milionë euro në vit merr kur futesh në Bashkimin Evropian. Edi Rama kërkon një mandat të 4 në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku për herë të parë në historinë e vendit do të votojë edhe diaspora. Dropulli përfshihet në zonat ku do të ndërtohen parqe eolike për prodhimin e energjisë elektrike nga fuqia e erës. Këtë të njëjtë Këshilli Bashkiak i Dropullit i ka hapur rrugën ndërtimit të parkut energjetik eolik Dropull End, projekti i cili është hedhur sot në konsultim publik dhe do të bëjë të mundur prodhimin e energjisë nga era dhe furnizimit me energji për këtë zonë. Në Bashkinë Dropull është zhvilluar dëgjesa publike për projektin e ndërtimit të parkut energjetik eolik Dropull Wind. Ky projekt është një hap i madh drejt prodhimit të energjisë së rinovueshme, duke sjellë përfitime të mëdha për ekonominë dhe komunitetin lokal. Dëgjesa u zhvillua pranë zyrave të njësisë administrative Dropulli Poshtë me pjesëmarrjen e Këshillit Bashkiak, përfaqësuesve të institucioneve vendore, ekspertëve të fushës dhe banorë të interesuar. Për të vajtur, domethënë, në këtë zonë që ne kemi përzgjedhur sot në fazë studimi, do të jetë dashamirësia juaj që do na jepni do na qetësoni, kupton, për ta zhvilluar këtë projekt, për ta hedhur kapitalin këtu, vetëm rrugë që do ndërtojmë. Që do të ajo që kemi dhënë detyrën inxhinierin, mi kam ta bashkëpunëtorët e mi, kam të tjerë se janë pak, i pas kam në kam pjesën tjetër, kupton, edhe me eksperiencat më digjitoze. Edhe më fisnike që ka sot këto lloj projektesh, jo në Shqipëri, po në tërësi për këtë punë, atëherë i thonë vetes, domethënë kontributi do të jetë tej pamës, çdo të tej pamës. Rruga nuk do të shërbejë vetëm projektit, rruga do të shërbejë gjithë nevoja emergjente që ka ky pushtet vendor, për të vajtur në ato kreshta,
për të qenë të zot për t'i ruajtur e për t'i mbrojtur. Inxhinieri i projektit theksoi rëndësinë e këtij investimi dhe ndikimin pozitiv që do të ketë për zonën. Të instaloj këtë lloj parku këtu si. Për t'i dhënë një mjedis tjetër t'i Shkëndi. Për t'i dhënë një aerosje tjetër t'i Shkëndi. Për të rritur një qarkullim të kësaj lehtësie. Për ta bërë ajrin më të freskët. Për ta bërë lagështinë relative më të pranueshme. Për të rritur një gjatësinë e kësaj me lagështinë relative domethënë për këtë punë. Dëgjesa përfundoi me diskutime të hapura ku banorët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile dhanë opinionet e tyre duke konsideruar këtë projekt si një mundësi të re për zhvillimin ekonomik të Dropullit. Partia Demokratike ka reaguar përmes një deklarate për arrestimet e sotme të punonjësve dhe zyrtarëve të OSHE Gjirokastër. Sekretari i degës së PD Gjirokastër, Daniel Sino, i ka bërë thirrje organit të akuzës Gjirokastër që të zgjerojë gamën e hetimeve. Për më shumë, ndjekim deklaratën e zotit Sino. Të nderuar qytetar Gjirokastrit, ngjarja e ditës së djeshme ku prokuroria e rrethit Gjirokastër përmes 16 urdhër arresteve ka shkrir institucionin e OSHE-s. Është një lajm tepër i rënd, por është një hap i guximshëm që vlen të përgëzohet. Goditja e një grupi hajdutësh me pushtet, patronazhistës, të rilindjes, komisioner të PS-s, njerëz që kanë shantazhuar, gjobitur, vjedhur qytetarët dhe hallexhin. Është hapi i parë i çmontimit të krimit në Gjirokastër. Nëse kjo ngjarje i ka fillesat e saj 2 vjet më parë dhe deri më sot, prokuroria duhet të marrë në hetim ish-drejtorin dhe drejtorin aktual të këtij institucioni, të cilët me bekimin e ministrave, deputetëve shpërdoruan fondet e OSHE-s. PD qëndron krah çdo punonjësi të ndeshëm të OSHE-s dhe inkurajon çdo denoncim për çdo institucion ku tentakulat e rilindjes kanë instaluar grupe të tilla hajdutësh që abuzojnë me paratë e taksapaguesve. Zëri im nuk do të ndalet me denoncime deri në 11 maj, me votën tuaj. Tu japim përgjigjen e dur këtyre mashtruesve ordiner që nuk njohin dinjitet dhe meritojnë dënimet më të rënda nga ju. Ju faleminderit. Transformimi që ka njohur Tepelena në këto vite, por i kthen banorët e saj që të investojnë në agroturizëm, sot do të sjellim historinë e Kastriot Qëndros, i cili rikthehet në vendlindje duke investuar në sektorin e hotelierisë. Zhvillimi i turizmit në zonën e Tepelenës po ndikon pozitivisht në rikthimin e banorëve nga emigrimi dhe investimin e tyre në vendlindje. Një prej tyre është edhe Kastriot Qëndro nga fshati Dragoti i Tepelenës, i cili ka zgjedhur të zhvillojë agroturizëm duke kombinuar traditën, mikpritjen dhe produktet vendase. Punuam në Greqi, bëm diçka, bëm prokopi dhe në fund fare vendosa të vija në Shqipëri për shumë arsye. Arsyeja që erdha në Shqipëri ishte dhe thënia dhe folja e qeverisë. Do të thënë që afroni në Shqipëri, rini në vendin tuaj, shikoni të ardhmen tuaj dhe sigundi juaj nuk ka. Kjo ishte që erdha këtu. Dhe është një diçka tjetër, çdo gjë është edhe me vendin. Vendin këtu që jam për momentin që po flas me juve, ku kam lumin, kam malet, tek lum këtu që në moshën e vogël u rrita, duhet të ruajtur, duhet të mbajtur, duhet të jesh afër tia, duhet ta ndjesh që sa më afër të jesh, aq dhe më shumë jep shpresë dhe për veten tënde dhe për ata që vinë e vizitojnë. Dua të bëj agroturizëm që quhet në fjalën shqip. Një tavernë, bujting, do të thënë me pak fjalë kjo do bëhet në mënyrë që i jep hapësirë vendit dhe këtu ku po ndërtoj gjërat. Si në ana që mund të punësoj njerëz, si në ana për interesin tim, dhe në fund fare me pak fjalë, dhe kam thënë edhe ta them shpesh dhe ta shpreh që kur je në vendin tënd, je në vendin tënd. Nuk ka gjë më të mirë të jetosh, të punosh, të ndërtosh në vendin tënd. Ai thekson se për këtë nismë ka gjetur edhe mbështetjen e institucioneve përkatëse, çka e ka motivuar akoma më shumë për të çuar përpara projektin e tij. Më kanë ndihmuar me mënyrën e tyre, më kanë thënë që ti hajde ndërto, jeto, puno dhe jep jetë dhe njerëzve të tjerë ose front pune. Dhe neve brenda ligjit dhe ku nuk shkelim asnjë pjesë të ligjit do të ndihmojnë. Dhe ndihmuar në psikologjika, do të thënë nuk më than ik, po më than hajde kushdo që do të vinë në vendin e tij dhe do të hedhë lek, mesazhi im është ky, të vinë në vendin e tyre, të hedhin lek dhe ani ditur që nuk do gjin asnjë pengesë.
Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm, kthimi i të rinjve dhe mbështetja e agroturizmit janë tashmë prioritet për këtë zonë, ndërsa iniciativa si kjo e Kastriot Qëndros tregojnë se Tepelena po kthehet në një histori suksesi. Kështjella e Ergjiros është kthyer tashmë në një atraksion turistik për çdo vizitor që vjen në Gjirokastër. Turistët që shikojnë objektet historike, të cilat ndodhen brenda kalas, nuk largohen pa shkrepur fotografi për të patur disa kujtime nga qëndrimi në qytetin e Gurt. Turistë huaj, por edhe vendas që vinë në qytetin e Gurt, zgjedhin për të vizituar një prej aseteve më të veçanta që është Kështjella e Argjiros. Përveç saj, ata nuk lënë pa parë apo fotografuar edhe objektet historike që ndodhen në të. Ata shprehen të emocionuar që njihen me kulturën dhe historinë e këtij vendi. Është herë e dytë këtu në Kala, është shumë bukur, shumë e pastër. Qetësohesh, sidomos neve që vim nga jashtë. Është kënaqësi e madhe. Çfarë vizitua, çfarë pa, çfarë ju la mbresa më tepër? Të gjitha gjërat që janë aty brenda, të lashtat, aeroplani këtu që është, ora, që është gjëja më kryesore këtu në kaq vjet. Unë kam qenë dhe e vogël këtu, se kam fisin e mamas, janë shumë gjëra të bukura. Basically from India. Jam nga India, po jetoj në Londër. Është hera ime e parë që vi në Gjirokastër së bashku me bashkëshorten time. Është e veçantë të eksplorosh këtë qytet dhe sidomos këtë kështjellë me objekte dhe histori të lashta. Do t'ua rekomandoj edhe miqve të mi që ta vizitojnë këtë qytet kaq të bukur. Është një vend i veçantë me njerëz mikpritës. Ka shumë vende që mund t'i vizitosh. Ndodhemi në Kala tani dhe po shikojmë e njohim nga afër historinë dhe njëkohësisht natyrën e mrekullueshme. Objektet që ndodhen brenda kalas mbartin vlera dhe rëndësi të veçantë për trashëgimin kulturore dhe materiale të këtij qyteti, i cili është kthyer në një prej destinacioneve kryesore të turistëve. Këlqyra me atraksionet e saj turistike dhe historike, por edhe me mikpritjen e ngrohtë të banorëve, po shikon një rritje të numrit të vizitorëve. Specialistja e turizmit pranë bashkisë Eglantina Zeqiri bën me dije se ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik. Bashkia e Këlqyrës ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik, duke vënë theksin tek turizmi si prioritet kryesor. Eglantina Zeqiri, specialiste turizmit në këtë bashki, thekson se krahas atraksioneve ujore, interesi për turizmin rural ka qenë gjithashtu i lartë, duke reflektuar një tendencë pozitive. Trajnimi dhe njohja më e mirë për sezonin turistik, për guida dhe agjenci turistike, janë elementi kyç për një eksperiencë të paharrueshme për të gjithë vizitorët tanë. Vijon një punë pa lodhur për të gjithë, për të promovuar vlerat tona historike, ku kuptohet që numri vizitorëve është në rritje gjithmonë në qytetin ton. Në këtë sezon do të kemi performanca artistike dhe plot ndjesi. Lumi Vjosa ofron mundësi të shkëlqyera për rafting dhe aktivitete të ndryshme sportive, ku pjesa më e bukur e saj është Gryka e Këlqyrës. Përgjatë lumit mund të admirojnë shumë burime nëntoksore, ku mund të veçojmë ujin e zi, i cili është një nga perlat e qytetit të Këlqyrës, do të veçoja Sarajet e Alibej i Këlqyrës, qyteza e Kuqarit, gjithashtu dhe turizmi malor duket se është ndruar në një nga tendencat më të pëlqyera të vizitorëve vendas dhe të huaj. Interesi sa vjen dhe shtohet, sepse tani Lumi Vjosa është shpallur park kombëtar. Sipas saj, krahas atraksioneve turistike dhe historike, një vlerë e shtuar për Këlqyrën është edhe mikpritja e ngrohtë e banorëve, duke krijuar një eksperiencë autentike për vizitorët. Banorët e Këlqyrës janë treguar gjithmonë të gatshëm për të shprehur vlerat kulturore, traditat e tyre, mikpritjen dhe mbi të gjitha vlerat që i karakterizon për autenticitetin e qytetit Këlqyrë. Për periudhën janar shkurt, Këlqyra ka tërhequr 12.880 vizitor si vendas ashtu dhe të huaj, duke sjellë një rritje të konsiderueshme të turizmit krahasuar me vitin 2024.
Bujqësia nuk njeh mosh, këtë na e dëshmon më së miri në rrëfimin e tij 77 vjeçari Konstantin Zharkalli nga fshati Andon Poçi. Ishte vetëm 16 vjeç kur nisi të punonte tokat bujqësore dhe këtë gjë vijon ta bëj edhe sot. Pra, sipas tij, ky është një amanet që i kanë lënë prindrit ku dashuria për tokën për të mbaron atëherë kur njeriu është nën to. Konstantin Zharkalli është një fermerja pasionuar pas punës me tokën nga fshati Andon Poçi i bashkisë Gjirokastër. Ai ka filluar të merret me bujqësi që prej moshës 16 vjeçare dhe vazhdon të punojë plot pasion edhe pse sot është 77 vjeç. Ai shpreh se puna me tokën është një pasion i tij dhe jo një traditë familjare. Unë jam pensionist. Mirë po, me qenë se jemi në gjendje akoma për të punuar ne tash në këtë fazë, unë e punoj për jonç këta. Dua ta mbjell jonç. Kam një 20 krerë dhën të racës. Edhe kemi lajthi. Me lajthi tash duhet të bëjmë spërkatjen për krimb. Unë kam mbjell edhe sa ullinj, edhe atyre do spërkatje. Më shumë me këto merremi tash. Të gjej në punë, në zetor, sa vite ke që merresh me këtë punën e bujqësisë dhe a e ke traditë nga familja? Nga familja nuk e kam traditë, se familja tonë ka qenë me blegtori, nuk është marrë me bujqësi. Mirë po ne kemi lindur këtu, që kur u bën ferm, edhe kam punuar në bujqësi. Po thua se kam që në moshën 16 vjeç jam marrë me bujqësinë. Kam punuar me penë, me qe në fillim. Atë ashtu ishte kohë në kooperativë dhe në fermë. Unë kam patur pasion bujqësinë dhe kam patur që në punim dhe në varditje dhe në prasitje kam patur. Dhe nuk më zhdukur e rëndë. E ka bërë bujqësinë tashmë pjesë të pandashme të jetës së tij dhe pavarësisht moshës së madhe ai vazhdon të punojë me të njëjtin pasion dhe energji. Fermeri i vjetër ka edhe një apel për të rinjt. Kush është në gjendje si unë të punojnë? Puna është, domethënë, jo nder, se nuk është nder vetëm puna, po është të jep edhe shëndet. Unë këtë u jap të gjithëve moshatarëve të mi, të mos bredhin në për klube dhe në për ashtu, po të punojnë. Ata që kanë mundësi të thash, ata që kanë shëndet, se ata që s'ka. Po të rinjve, çfarë këshillë do? Të rinjve, unë sigurisht të isha të ashti në një moshë, si këta të rinj që unë i kritikoj të gjithë, unë nuk shkonja as në Greqi, as në Zvicër, as në Gjermani. Do kthesha të punoja këtu. Sipas tij, bujqësia është një nga punët më të bukura që ofron mundësi të shumta për ata që janë të apasionuar dhe të gatshëm të punojnë me tokën. Ai beson se ky sektor ka potencial të madh për zhvillim dhe mund të sigurojë një jetë të mirë për ata që investojnë në të. Frymëzimi pranveror titullohej ekspozita e realizuar nga nxënësit e shkollës artistike Fejmi Ibrahimi në Gjirokastër. Larmishmëria e ngjyrave të ngrohta të kësaj stine ishte hedhur në tablo me mjeshtëri nga këta nxënës. Nxënësit e shkollës së mesme artistike Fejmi Ibrahimi kanë çelur ekspozitën me piktura të cilën e kanë quajtur frymëzim pranveror. Lionel Çaj është një nga piktorët e rinj i cili u shpreh se merr pjesë me 3 ekspozime dhe synon ta vazhdojë rrugëtimin e tij në këtë fushë të artit. Janë 2 kompozime të ndryshme, të krijuara me pastela. Këtu kemi një çajnik, një sheg, edhe një shishe, edhe me rrobë. Të tëra këto tani janë kombinuar bashk për të treguar një marrëdhënie ngjyrash edhe të objekteve me njëra tjetrën. Drejtoresha pranë kësaj shkolle, Elona Kore, thotë se kjo ekspozitë erdhi nga pasioni, puna dhe përkushtimi i nxënësve për të promovuar vlerat. Ekspozita Frymëzim pranvere që titullohet e çelur nga nxënësit e Liceut Artistik Fejmi Ibrahimi Gjirokastër është më tepër se sa një koleksion pikturash. Ajo është një pasqyrë e shpirtit, e përkushtimit, pasionit, talentit për të promovuar talentet e reja të shkollës sonë. Pasi shkolla jonë është jo vetëm qendër e dijes, por dhe qendër e gjallërimit të jetës kulturore artistike në qytet.
Pjesë e kësaj ekspozite u bë dhe prefekti i Qarkut Odis Tekote, i cili vlerësoi punën e të rinjve drejt artit. Është një ngjarje e shënuar për jetën kulturore e artistike të qytetit. Sigurisht që shkolla e mesme artistike Fehimi Ibrahimi është një nga gjërat më të çmuara që ka ky qytet. Hapja e një ekspozite me punë të nxënësve të kësaj shkolle është një fest, do të thashja, për artin në qytetin e Gjirokastrës, duke u ndalur konkretisht e kjo ekspozit. Unë kam parë punë shumë të mira të nxënësve të kësaj shkolle, kam parë punë të cilat të vënë në mendime, kam dalluar midis këtyre punëve edhe ato shkrepëtimet ose ato filizat e parë të artistëve të rinj, të artistëve të vërtet. Kjo ekspozit të jep shpresë që nga Gjirokastra do të kemi sërish artistë të mirëfill, do të kemi piktor të talentuar, duke vazhduar plejadën e Bashkim Ahmetit dhe deri tek profesori tyre Gazmend Koçovar. Aktivitetet të tilla nxitin të rinjt për të promovuar talentin e tyre. Nëpërmjet aktivitetet social-kulturore që përfshin fëmijët janë bërë tashmë një traditë e çmuar bletët punëtore dhe Ariu Babaxhan. Ishte aktiviteti që solli një atmosferë të ngrohtë dhe pranverore, ku protagonist ishin fëmijët e 3 kopshteve të qytetit. Fëmijët e 3 kopshteve të qytetit të Përmetit krijuan një atmosferë festive pranë sheshit me teatrin e improvizuar, bletët punëtore dhe Ariu Babaxhan. Teuta Sadiku, punojse e qendrës rinore dhe kulturore, pohon se mësuesit dhe fëmijët kanë punuar shumë dhe me anë të këtij teatri, të vegjëlit sinjalizojnë ardhjen e pranverës. Të 3 kopshtet kanë performuar secili performancën e tij, që ka një titull për ardhjen e pranverës. Dhe ishte bletët punëtore dhe Ariu Babaxhan. Ishte një pjesëmarrje e plot nga të 3 kopshtet, një shqetësim shumë i madh si nga edukatorët edhe mësuesit, aq më tepër dhe ndihma e prindërve, por edhe fëmijët kanë performuar në mënyrë të përkryer. Tani ka shumë kohë që në për kopshte dhe në për shkolla është futur jo vetëm teatri, por dhe shfaqjet artistike si vallet, kërcimit, performanca e fëmijëve, dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të larguar fëmijët nga mbajtja e celularëve, dhe kjo gjë ata hap mendjen e tyre dhe horizontin e tyre dhe i bën ata më të ndërgjegjshëm për vetë jetën që po kalojnë. Sadiku shton se baza materiale vjen e gjitha nga riciklimi. Bazën materiale fëmijët e sigurojnë vetë nëpërmjet riciklimit, sepse është futur dhe tema e riciklimit në shkollë dhe ne duke zbatuar dhe përkrahur dhe mësuesit dhe programet mësimore, gjithë teatri, siç e shikoni, çdo material është bërë me mjete të riciklueshme, duke filluar që nga kartoni, letrat, shishet, çfarëdo lloji që mbeturin apo që janë për të hedhur, ne i kemi futur pikërisht në programet tona që është teatri. Në qytetin e Përmetit tashmë janë kthyer në një traditë aktivitete të tilla social-kulturore. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.